A është obligim sejdja kur lexojmë ajetin e sejdës? Në Kur'anin famlar kemi 14 kaptina gjithsejt ku në ajete përkatëse kur i lexojmë kërkohet nga ne që të bëjmë sejdë apo të shkojmë në sejdë për faktin se ashtu pejgamberi alayhis salatu wasalam e praktikonte dhe i mësonte shokët e tij dhe besimtarët që në ajetet dhe kaptinat përkatëse të bëjmë sejdë kur lexojmë ajetin e përkatës. Sejdja kur lexojmë një ajet përkatës i cili përmban sejdën, a është obligative apo është e preferuar dhe pëlqehet dhe është sunnet të bëjmë sejdë? Sigurisht se në kuptimin e përgjithshëm dietarët i kemi të ndarë në dy mendime, ata që konsiderojnë se është obligim dhe ata të cilët nuk e shohin obligim, por është sunnet, nga se vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam në të shumtën e rasteve kur ka lexuar ajete të sejdës, ajetet përkatëse, ka bë sejdë. Sigurisht se edhe ata të cilët e dëgjojnë ajetin përkatës, jo vetëm ai i cili e lexon, të gjithë duhet të bëjnë sejdë. Çfarë themi kur bëjmë sejdë, kur e lexojmë ajetin e sejdës? Themi njëjtë si kur themi në sejdë Subhana Rabbiyal A'la. Mirë po, ka edhe lutje të tjera të cilat mund të thuhen dhe nuk ka asgjë të keqe. Nëse brenda një kohe lexojmë më shumë se një ajet i cili përmban sejdën, në fund kur e përfundojmë leximin e Kuranit, a duhet të bëjmë vetëm një sejdë apo nëse kemi lexuar 3 ajete përkatëse që duhet të bëjmë sejdë, duhet të bëjmë 3 sejdë. Mjafton një sejdë, por nëse edhe bëjmë 2 apo 3 sejdë që kemi lexuar ajete përkatëse, nuk ka asgjë të keqe. Këto janë rregullat dhe dispozitat që dietarët islam neve na i kanë mësu gjatë rrugtimit të tyre islam sa i përket kësaj çështje. Qofshit nën kujdesin dhe në mbrojtjen e Allahut fuqiplot.